Në pranverën e vitit 1997, ndërsa Shqipëria digjej nga kryengritja e piramidave dhe shteti ishte në prag të shpërbërjes, një autokolon diplomatike greke nisej fshehurazi nga Tirana drejt kufirit me Greqinë. Brenda një prej makinave ndodhej një pasagjer që duhej shpëtuar, ish kryeministri Fatos Nano. I liruar nga burgu pas rënies së regjimit të Sali Berishës, jeta e tij ishte në rrezik. Me urdhër të kryeministrit grek Kostas Simitis dhe ndërhyrjen e diplomatit Theodoris Pangalos, Nano u nxor nga Shqipëria dhe u strehua në Greqi. Ky episod simbolizon lidhjen e veçantë që Nano do të kishte më vonë me fqinjin një Jugor. Ai do të kujtohej si udhëheqësi më filohelen që ka pasur Shqipëria, njeriu që përpiqej ta çonte vendin drejt një politike të re, larg izolimit dhe paranojës së trashëguar nga komunizmi. Fatos Nano ishte një figurë kontradiktore, por e patjetërsueshme në tranzicionin shqiptar, nga burgjet e Tepelenës, ku u mbajt për arsye politike deri te rikthimi i tij në pushtet në vitin 1997. Ai mishëroi përplasjen mes së vjetrës dhe modernës. Në kohën kur nacionalizmi ishte mënyra më e lehtë për të fituar vota, Nano zgjodhi bashkëpunimin me Greqinë dhe Italinë. Ai pa tek këto dy fshinj partneritet strategjik, jo armiqësi. Në kohën e tij, marrëdhënia Tirana-Athinë hyn në periudhën më të qetë që kishin njohur ndonjëherë. Në politikën e brendshme, Nano tregoi se akmarrja nuk ishte stili i tij, edhe pse kishte kaluar vite në burg për shkak të Berishës, ai shmangu ndjekjet politike ndaj kundërshtarëve, por tensioni mes dy burrave do të rikthehej tragjikisht pas vrasjes së Azemajdarit në vitin 1998, që u pasua nga trazirat armatosura dhe përpjekje për gru shteti. Nano u detyrua të largohej nga Tirana përmes një tuneli nëntoksor, një imazh që shënon fundin dramatik të një epoke të trazuar. Në marrëdhëniet ndërkombëtare, ai kërkoi të rindërtonte bazën detare të Pashalimanit në Vlorë me ndihmën e Greqisë, por ndërhyrja turke e prishi planet dhe krijoi një tjetër tension në prapaskenat diplomatike të Ballkanit. Megjithatë, Nano mbeti i përkushtuar ndaj vizionit të tij, një Shqipëri moderne europiane, e çliruar nga kompleksiteti i historisë. Në vitet e fundit ai u tërhoq gradualisht nga politika, duke jetuar mes Vienës dhe Tiranës, ndërsa në Greqi gjeti paqen dhe dashurinë. Gruaja e tij, nënshtetase greke, Joana, në fjalimin e lamtumirës për Fatos Nano u shpreh ndër të tjera: "U dashurova jo vetëm me Fatosin si njeri, por me vizionin e tij për një Shqipëri që largohej nga akmarrja dhe barbaria." Fatos Nano mbetet figura e politikanit që u përpoq ta modernizonte Shqipërinë jo përmes luftës, por përmes pajtimit. Ai do të kujtohet si udhëheqësi që guxoi të shohë nga jugu drejt Greqisë dhe Europës, në një kohë kur shumë të tjerë shihnin vetëm armiq rreth e qark.